E para, vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të pritet që të studiohen aspektet e saj, sepse në fakt Vučići ka takuar djalin e presidentit Trump 2 herë në Beograd dhe kanë disa relacione që po thamë edhe mungesa e takimit mund të jetë edhe ndonjë lojë taktike në këtë rast, ndërsa vizita në Moskë pa asnjë dyshim është brenda një klisheje në cilën Serbia faktikisht është një shtet vasal i Rusisë ose i Putinit më saktë. Në një rast Vučići ka deklaruar që asnjë vendim nuk e merr pa konsultuar me Putinin, ashtu që kjo vizitë është brenda atij urdhri që Putini ka dhënë, sepse ai është shumë i izoluar dhe vizita e tij atje me siguri që do të ketë disa konsekvenca më shumë verbale, por Bashkimi Evropian deri tash nuk ka treguar konsekuencë qëndrueshmëri, as më pak rigorozitet, sepse siç dihet Serbia as nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, as nuk e ka dënuar genocidin në Srebrenicë, as nuk e ka dënuar sulmin terrorist në Bashkë të Kosovës, kështu që në gjitha këto aspekte Bashkimi Evropian ka shumë llafe, por ka pak veprime. Prandaj Vučići këtë gjë e din, edhe për këtë arsye ka lirinë që të shkojë atje sepse ai varet shumë prej Putinit, edhe për arsye se populli serb është shumë rusofil, kisha ortodokse serbe është jashtëzakonisht e lidhur ose nën varësinë e kishës ortodokse ruse, siç dihet Porfirie para pak ditësh ka qenë atje dhe ka takuar edhe Kirillin edhe Putinin. Pra Serbia është një shtet në esencë me prirje totalisht anti-evropiane, përkatësisht panslave, dhe vizita e tij në këtë kontekst është krejt e natyrshme në Rusi. Dhe, profesor, një pyetje, pse a janë këto që i ceke më lart pra më herët, arsyet se pse Vučić nuk guxon pra ta refuzoj një ftesë prej Putinit, pavarësisht paralajmërime, pra dëgjova në kronikën paraprak edhe prej eksponentëve më të lartë të Bashkimit Evropian se diçka e tillë nuk është në frymën e Bashkimit Evropian. Në të vërtetë të gjitha regjimet serbe në një mënyrë ose një tjetër varen që nga koha Karagjorgjës së Kënej, varen nga politikat ruse, përkatësisht shërbimet sekrete serbe botërisht thuhet që janë nën varësinë e shërbimeve ruse, ashtu që çdo president ose udhëheqës serb që del nga klisheja e rusofilisë, kërcënohet që të eliminohet, ose politikisht ose edhe fizikisht, që në këtë aspekt unë jam i bindur që Serbia tash është një lloj shteti vasal i Rusisë, me një varësi patologjike, siç dihet në anën tjetër edhe varet edhe nga nafta ose gazi rus. Në anën tjetër e vërteta është që toleranca e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë ka kaluar çdo kufi. Siç dihet vitin e kaluar, për shembull Vučići ka organizuar turnimin gjithë serb, ku faktikisht i ka legjitimuar kërkesat secesioniste të Republika Srpska. Dihet botërisht që Serbia ka ndërhyrë edhe në Malin e Zi, ndërhyrë edhe në Kosovë, dhe gjitha këto Bashkimi Evropian i ka toleruar dhe e ka lejuar që të jetë shtet kandidat, sado që vitet e fundit nuk ka lejuar që të hapen kapituj. Pra kjo lloj tolerancë e Bashkimit Evropian e lejon këtë. Në anën tjetër Serbia, siç është thënë edhe nga diplomat amerikan, faktikisht ullet në 3 karrige. Është edhe me Rusinë, është edhe me Kinën, është edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e shfrytëzon pozitën gjeopolitike që ka specifikat kulturore dhe religjioze, dhe në këtë aspekt deri tash që thuhet i ka shku kungulli mi ujë, dhe edhe pse është faktori kryesor destabilizues, në fakt tolerohet. Pse tolerohet është pyetja esenciale. Bindja e me thellë është që Bashkimi Evropian e toleron Serbinë, sepse nuk është e gatshme që ta pranoj Ballkanin perëndimor në gjirin e vet, dhe për këtë arsye këto destabilizimet që shkakton Serbia në Bosnjë, në Malzi, në Kosovë, shfrytëzohen si pretekst për ta mbajtur Ballkanin perëndimor jashtë proceseve integruese.